Kontejnerët kryesisht ishin të zbrazur, por në shumë vende të thyer dhe të dëmtuar. Kjo ishte gjendja në disa zonat e Shkupit pas aksionit për pastrimin gjeneral të kryeqytetit. Në disa vende akoma ka punë për grumbullimin e mbeturinave. Qytetarët kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës edhe pse të ndërgjegjshëm se të shumë qytetar mungon vetdia për ndotjen e mjedisit. За мене ова не е чисто. Да. Па треба нон-стоп, не уштеднашка. Pa koga bi bilo počesto, ne bi se toliko isprljao, ne bi se videlo toliko. Evo, na primjer, тука малко е само да се изчисти. А иначе добро. Треба редовно да се чисти, а не акции да се удират. O pastru pak, ali ako shumë për pastru. Pa problemi të se država, por I od naroda da se zavisi. Od građanice, da bi malo pokrenuo prolanje đubre, o kartane na ulice na prve. Pa redovna higijena. Redovno, повеќе возила, луѓе што ќе чистат, што ќе бидат redovno angazhirani za ta работа. Të dielën në Shkup përfundoi aksioni traditori pastrimit të kryeqytetit dhe sipas kryetarit të ri të qytetit të Shkupit, Orce Gjergjevski, ky aksion ishte I suksesshëm, por për disa deponi të krijuara duhet kohë që të largohen tërësisht mbeturinat, siç ishte deponia në Vardarishte. Nga aksioni 72 orësh I pastrimit, ishin larguar rreth 4500 ton mbeturina, ndërsa rreth 2500 persona ishin të angazhuar në këtë aksion.